po mësojmë përdorimin e timonit. Po, si përdoret timoni? Timoni përdoret si ora. Si ora, po, montojmë anë imagjinatës një orë timon. Po, ora 0 timon, ora 12. Po, kemi 3 mënyra komandimi. Na i thuj, shtyhet të hiqe, dorë mbi dorë majtas, nga ke zemër. Po, mënyra e dytë është dorë Po. mbi dorë. Ajo dorë mbi dorë djathtas, dorë mbi dorë majtas nga ke zemër këtej, po. Përdoret në parkim, në kthesa të ngushta. Po, metodë e qikrikut, në hapësira më të mëdha. Metodë e qikrikut, bukur. Çfarë nuk lejohet me timonin të përdorish me timonin? Timoni nuk duhet mbajtur në mënyrë të sforcuar, Po. nuk duhet precizuar dorë, Po. si pozicion, nuk duhet mbajtur duart të vendosura sipër ose poshtë. Po, nuk duhet përdorim forcën ku jam kthy majtas fund djathtas fund, se prishim pomën hidraulike. Po, nëse forcohet timoni, çka ka ndodhur? Nëse forcohet timoni, presim pak që Është mbi 0 pompa hidraulike, po. presim pak. Po. Po nëse është bllokuar timoni? Nëse është bllokuar timoni, atëherë duke luajtur Qelsi paralelisht me timonin, bllokohet timoni. Po. Mirë, vazhdojmë mirë.